Përshëndetje dhe mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Për 3 vota, Kosova nuk arriti të bëhet antare e UNESCO-s. Për pranimin e Kosovës nevojiteshin votat e më shumë se 2/3 e vendeve antare të kësaj organizate. Gjithsej votuan 142 shtete, 50 prej tyre ishin kundër, ndërsa 92 vota ishin pro Kosovës. Zëvendës kryeministri, njëherësh ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, vuri në dukje se fushata e shteteve aleate ishte e fuqishme, por theksoi se fushata e Serbisë ishte raciste. Për vetëm 3 vota, Kosova nuk arriti të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për arsim, shkencë e kulturë. 92 shtete votuan për, 50 ishin kundër dhe 29 abstenuan. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tha se megjithatë sot u konfirmua mbështetja e fuqishme që Kosovës i bëjnë shtetet më të fuqishme në botë. Ishte një mbështetje fuqishme gjitha vendeve perëndimore për Republikën e Kosovës, një mbështetje fuqishme edhe në numra, një mbështetje fuqishme e vendeve tradicionale mbështetëse të Republikës e Kosovës, por edhe një reagim agresiv edhe një fushate raciste të Serbisë duke fyer dhe të nigruar Republikën e Kosovës. Ne kemi fituar 3-4 betejë procedurale paraprakisht, tani jemi ndarë jo sukses shumë me 2-3 vota minus, por ajo që është shumë rëndësi, si proces e kemi fituar, si një betejë civilizuese e kemi fituar, ndërsa procedurale nuk ja kemi dalur. Pra sot ka fituar civilizimi, ndërsa lirisht mund të themi se ka ngecur arroganca, primitivizmi dhe racizmi i Serbisë, i mbështetur kësaj radhe edhe nga disa vende tjera që ende nuk i kanë njohur Republikën e Kosovës. Sipas Thaçit, betejë e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare nuk do të ndalet. Thotë se Serbia nuk do t'i arrijë synimet e saj që Kosova të mbetet e izoluar. Në natyrisht se në këtë drejtim qëndësia mirë është parakusht për të vazhduar tutje në procesin tonë të aplikimit dhe antarësimit në Interpol, të aplikimit dhe antarësimit në Këshillin e Evropës, për të aplikuar, për të antarësuar, për të filluar procedurat e partneritetit përpashë, për të antarësuar në NATO. Thaçi theksoi se për mos antarësimin e Kosovës në UNESCO ka ndikuar edhe dhuna e përdorur nga opozita në kuvendin e Kosovës. Ai qartësoi se Arabia Saudite dhe pjesa më e madhe e shteteve të Gjirit Arabik votuan pro antarësimit të Kosovës në këtë organizatë të rëndësishme. Ka pasur keq interpretime dhe keq prezentime në opinionin publik kosovar, ndoshta edhe nga gjuha arabe që nuk janë përkthyer mirë deklarimet e përfaqësuesve të tyre. Në fillim të sesionit të 38 të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s, Serbia bëri kërkesë që të shtyhet kërkesa e Kosovës për antarësim në këtë organizatë, por kjo nuk mori votat e nevojshme të vendeve anëtare të UNESCO-s. Kërkesa e Kosovës për antarësim në këtë organizatë kësaj here u sponsorizua, siç e dim, nga ana e Shqipërisë, por pas dështimit që Kosova të bëhet shtet antar i UNESCO-s, kërkesa e saj për antarësim në këtë organizatë do të mund të vinë në rendite në një nga sesionet e ardhshme të kësaj organizate që mund të mbahen tek pas 2 vjetësh. Për Radio Televizioni 21 nga Parisi, Besjana Krasniqi. Pas dështimit të Kosovës për pranim në UNESCO kanë reaguar krerët e shtetit. Presidenti Atifete Jahjaga ka thënë se mos antarësimi i Kosovës në UNESCO është një shans i humbur për avancimin e vizionit vlerave dhe qëllimeve që i synon kjo agjencie OKB-s dhe promovimin e këtyre vlerave në Kosovë. Përkundër kësaj, Jahjaga ka theksuar se Republika e Kosovës nuk do të dekurajohet nga ky veprim, sepse siç ka shtuar ajo, ne dhe shumica e shteteve të botës jemi të bindur në kauzën tonë dhe të pandalshëm në konsolidimin e shtetësisë tonë në arenën ndërkombëtare. Se rezultati sodëm në UNESCO nuk duhej të na dekurajoj, ka thënë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Sipas tij, kjo duhet të na motivoj që të jemi edhe më këmbgulës në të drejtën për të qenë antar me të drejta të plota në bashkinë ndërkombëtare. Kosova u dëshmua se ka meq të mëdhenj gjithandaj botës në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe demokracitë e fuqishme të Evropës perëndimore, ka shkruar ndër të tjera Veseli.
Keqardhje të thellë për mungesën e konsensusit ndërkombëtar për pranimin e Kosovës në UNESCO ka shprehur kryeministri Isa Mustafa. Nga Vilniusi, kryeqyteti i Lituanisë, ku po zhvillon një vizitë zyrtare, kryeministri Mustafa ka thënë se Kosova nuk do të zmbrapset nga agjenda e saj euroatlantike dhe do t'i bindë të gjithë se e meriton të bëhet pjesë e të gjitha organizatave ndërkombëtare. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Dalloway, ka reaguar mbi dështimin në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s për të pranuar Kosovën si vend antare. Ai ka thënë se vota e sotme në UNESCO ishte zhgënjyese, por 92 votat e fituara tregojnë se Kosova ka një vend të rëndësishëm në komunitetin ndërkombëtar. Edhe nënkryetaria e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka reaguar lidhur me refuzimin e Kosovës në UNESCO. Para studentëve të Universitetit të Prishtinës, Lunacek tha se ky refuzim që është bërë Kosovës sot në UNESCO është një fyerje për ambicjet që ka Kosova për integrimet në organizatat ndërkombëtare. Lunacek ju bëri thirrje studentëve për disiplinë dhe që të mësojnë në të mirë të vendet për të quar përpara Kosovën në integrimet evropiane, ndërkaq tha se çështja e liberalizimit të vizave është vetëm çështje teknike aktualisht. Natyrisht se pas dështimit të Kosovës për të bërë antare e UNESCO-s kanë reaguar edhe partitë opozitare në kuvend. Sipas opozitës, me këtë rast fitoi fushata intenzive e Serbisë kundër Kosovës. Për votat e pamjaftueshme për antarësim të Kosovës në UNESCO, opozita kosovare po ja le fajin fushatës së Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizat. Në lëvizjen vetëvendosje kërkojnë që sa më parë të ndërpritet dialogu me Serbinë, pasi sipas këtij subjekti, ky dialog nuk po i normalizon marrëdhëniet mes dy shteteve. Këtij lajmi nuk i gëzohet askush, pavarësisht marrëdhënieve të brendshme pozit-opozit. Mirë po ky rast është edhe një tregues tjetër që Republika e Serbisë është një shtet armik i Kosovës. Për neve ky është edhe një rast për të tërhequr nga marrëveshja për zajednicën dhe dialogu me Serbinë përgjithësi. Nuk ka asnjë kuptim që ne të vazhdojmë një politikë nënshtrimi ndaj Serbisë, ndërkohë që ajo gjithë këtë lloj politike po e kupton si një lloj, le të themi, si një lloj vize për të vazhdu politikën e saj kundër Kosovës. Në AAK shprehin keqardhje për mos pranimin e Kosovës në UNESCO, duke thënë se vendi e ka merituar të jetë pjesë e kësaj agjencie të OKB-s. Unë besoj për shembull që votimi i sotëm shpjegon se sa e komplikuar është rruga e Kosovës drejt antarësimit në UNESCO, në Kombet e Bashkuara, mirëpo edhe në organizma të tjerë. Besojmë që pavarësisht prej kësaj Kosova nuk duhet të dekurajohet, ajo meriton të jetë pjesë e këtyre strukturave ndërkombëtare, e drejta është në anën e Kosovës. Kosova zvoni ka bërë 2 koncesione, 2 marrëveshje ndërkombëtare, një me Serbinë, një me Malezi, po duket që as këto nuk rezultuan me një pranim të Kosovës në UNESCO. Edhe në parti Nisma për Kosovën thonë se pala kosovare duhet t'i shfuqizoj të gjitha marrëveshjet me Serbinë dhe ta ndërpres dialogun dhe të ndryshoj qasjen nënshtruese ndaj Serbisë. Rrugën cilin e ka zgjedhur qeveria e Kosovës në raport me Serbinë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve është e gabuar. Dështimi i sotëm i antarësimit të Kosovës në UNESCO mund të përshkruhet edhe kësaj rrugë, kësaj strategjie që ka zgjedhur Kosova në raport me Serbinë, duke bërë koncesione të vazhdueshme me idenë se do ta zbusë qëndrimin e Serbisë, se do të detyrojë Serbinë të ndryshojë politikat kaq të Kosovës. Sot u dëshmua se politikat e Serbisë, cilat shkojnë edhe deri te politikat raciste dhe fashiste kundër Kosovës, me këtë rrugë nuk mund të zbrapsen. Në organizatën UNESCO për antarësimin e Kosovës votuan gjithsej 142 shtete, 50 prej tyre ishin kundër, 92 ishin pro që Kosovës nuk ja mundsuan antarësimin e këtë agjenci, nga se duheshin edhe 3 vota për. Akademia e Shkencave të Kosovës e quan vendim politik mos pranimin e Kosovës në UNESCO. Donse për antarët e saj vendimi është zhgënjyes, ata janë optimistë se në të ardhmen trashëgimia kulturore, arsimore dhe shkencore do të vihet në pa dhe Kosova do të pranohet në UNESCO. Këtë mendim e shprehin edhe në Këshillin e Kosovës për trashëgimi kulturore.
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është një ndër institucionet e cila ka lobuar në forma të ndryshme për antarësim të vendit në UNESCO. U shkroi letër vendeve antare të UNESCO-s muaj më parë, por dështimin e marrjes së votave të mjaftueshme për antarësim në UNESCO, antarja korespondente e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, arkeologja Edi Shukriu, e quan këtë vendim krye kaput politik. Dihet se këto gjëra janë bërë për shkaqe politike. Edhe ky mosvotim i satëm është bërë për shkaqe gjithsesi politike, vartë nga shtetet, si votojnë edhe cilat i kanë përkrajet, po mendoj se nuk duhet, është keq, jo thatë shumë mirë fatkeqësisht, është keq që nuk është pranuar, po gjithsesi do të pranohet në kuptimin se nuk bën ka shumë edhe trashëgimi kulturore, po edhe zhvillime arsimore dhe shkencore. Arkeologja Shukriu thot se politika e Serbisë ishte tejet negative, por politika shqiptare duhet të bëhet bashkë sepse argumentet sipas saj janë në favor të Kosovës. Siç po shihet, po punon me politikat e vjetra, po punon në kuptimin se në momentin kur Kosova do të jetë edhe antare e UNESCO-s, do të shihet që edhe ato kisha manastira në të cilat po thirret gjithnjë, faktikisht i kanë rënjës shumë më të thella, më të hershme se nga koha kur slavët kanë ardhur në këto territore. Prandaj po them, po bën politikat e saj, prandaj edhe Kosova dhe shqiptarët duhet t'i bëjnë më të bashkuar politikat në bazë të argumenteve. Betejë e Kosovës drejt antarësimit në UNESCO, sipas kryetarit të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore Shafi Gashi, nuk përfundon sot me mospranim në këtë organizat, por aty vetëm u dëshmua se Kosova ka gjasa të mëdha për të qenë pjesë e kësaj organizate. Në një moment caktuar në vërtet pak zhgënjyese, po unë gjykoj që vërtet ishte një tentativë mirë ose një përpjekje mirë e shtetit të ri të Kosovës për të hyrë në këtë organizatë me botërore. Mirë po vetë fakti që aq vota ne i morëm, do të thotë kjo tregon një seriozitet jo vetëm të shtetit të ri të Kosovës, po edhe të shumë vendeve përkrahase që janë të interesuar këtë proces ta shtyjnë përpara. Aq më tepër kur ne dim saktësisht që lobingjet e forta i bën kryesisht shtetet e fuqishme, siç janë ato shtetet e Evropës Qendrore, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Anglisë, dhe unë jam shumë optimist që vërtet ky u humb një moment, por betejë nuk është humb. Arkeologja Shukriu thot se Kosova ka trashëgimi të pasur kulturore dhe beson se Kosova në të ardhmen e afërt do të bëhet pjesë e UNESCO-s. Ndërsa presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić e ka përgëzuar qeverinë e Serbisë për investimin e madh, siç ka thënë diplomatik, kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO. Nikolić tha se ky është vazhdimi i luftës për Kosovën dhe shenjë e qartë për të gjithë se kur nuk do të heqin dorë nga Kosova. Kthehemi në studio me materialet të tjera. Kryeministri Isa Mustafa gjatë vizitës zyrtare në Lituani kërkoi përkrahje nga Lituania për liberalizim vizash për Kosovën. Kryeministri u takua me kryetaren e parlamentit Loreta Krauzhinien dhe ministrin e punëve të jashtme Linas Linkevicius. Ndjekim një deklaratë të kryeministrit Mustafa. Theksova sot edhe nevojën tonë me kryeministrin që të kemi përkrahjen e juaj në liberalizimin e vizave, sepse jemi vetëm vend Ballkanin perëndimor që kemi mbet akoma me regjim të vizave dhe me kufizim të lëvizjes, që kryesisht ndikon tek shkollimi të rive, por edhe te bizneset. Ne jemi të interesuar të thellojmë bashkëpunimin ekonomik me ju, edhe të gjejmë interesat e përbashkëta, të cilat do të na lidhen më vonë në një punë të përbashkët dhe zhvillim përbashkët. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në raportin e tij më të ri për zhvillimet në Kosovë ka dënuar përdorimin e dhunës nga partitë opozitare. Ai tha se aktet e tilla dëmtojnë imazhin e Kosovës në botë dhe i ka bërë thirrje opozitës që të përmbushin detyrat me përgjegjësi dhe pjekuri duke respektuar procesin demokratik. Ban Ki-moon ka përshëndetur dialogun në Bruksel dhe marrëveshjen mbi krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Komisioni për të drejtat e njeriut miratoi projekt ligjin për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. Në Kosovë janë rreth 4.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Faik Berisha, 61 vjeçar nga Prishtina, bën pjesë në grupin e personave paraplegjik. Është në këtë gjendje tash 23 vjet. Berisha kujton aksidentin që e solli në këtë gjendje.
Kom qenë të vizitur një Oxhaksem nga Drenica. 3 tulla pa e përfundu Oxhaku, më ka godit trofeja pa vedije, më ka gjuhë më shpije. Më sanin një 8 metrurim ko pa vedije, pastaj më kanë transferu për Beograd, mas 8 dite më përru se kum pas vendi për pas poshtit korrizore dhe më shkënien lukë dhe probleme tjera. Berisha thot se ai siç është në këtë gjendje has në vështirësi çdo ditë më shumë, ndërsa askush nuk i ka ndihmuar gjithë këto vite. Për me dalë në qytet nuk ka qasje në disa vena, alon rrugë dhe në autobusa është e pamundur unë e pa përcjellës me krye obligimeve të mia ditore. E vetë mendim është një penzion që e gëzojmë 75 euro. Që e ndihmë është probleme tjera që kemë na nevojat përditshme për mjekim, ato nuk kujdeset kërkush, e vetë mja gjonë që në ndihmon për mjetot ortopedike, për inkontinencë, për karroca që ka na duhen neve, pajisje hendikuesit deri me tash. Gjonë që këtë qashtër dosh në morë qeveria. Drejtori shoqatës Hendikos Safri Maliqi thot se numri i paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve është i madh. Deri në 4000 që do t'jenë saktësisht nuk e dim për 3000 e dim që janë. Vetëm nga viti 2009 deri më tani kemi 30 persona të cilët kanë vdekur si pasojë e mosmarrjes së shërbimeve të duhura. Maliqi shpreh se 3 vjet kanë pritur që të miratohet projekt ligji për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, ndërsa shpreson që zbatimi i tij të fillojë sa më shpejt. Qeveria ka provu ligjin që me vendim që të fillojnë në vitin zbatimi i tij në vitin 2017, janar 2017, ne do të bëjmë përpjekjet e tona maksimale që ky ligj spaku pjesërisht të fillojnë në gjysmën e dytë të vitit 2016. Komisioni për të drejtat e njerëzit, barazi gjinore, persona të pagjetur dhe peticione ka miratuar në parim projekt ligjin për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. Këtë projekt ligje kanë përkrahur deputetët duke e vlerësuar atë si të domosdoshëm për këtë kategori qytetarësh. Çdo transferimi i pronësisë së aseteve energjetike nga kompanit apo edhe vendbanimet në pronësi të KEC-it bëhen vetëm në baza vullnetare dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë veprim obligativ. Kjo nga KEC-i vlerësohet si arsyeshme për shkak të kostës së lartë të mirëmbajtjes së këtyre aseteve si dhe mungesës së kuadrit të specializuar. Në KEC janë kategorik që të gjitha këto informacione nuk janë të mbështetura në fakte dhe se çdo transferim i aseteve është vetëm në baza vullnetare. Kjo nuk është kërkesë e KEC-it, është kërkesë vetë pronarëve të aseteve në shumicën e rasteve, sepse nuk dëshirojnë që të bëjnë mirëmbajtjen e tyre. Dihet që mirëmbajtja e tyre kushton dhe si pasojë e kësaj bizniset apo pronarët e aseteve nuk mund ta përballojnë dhe kërkojnë që ajo të transferohet në KEC. Domethënë po flasim për marrëveshje në baza vullnetare dhe jo marrëveshje obligative ashtu për diçka tjetër. Me këto veprime sipas KEC-it do të sigurohej një mirëmbajtje më e rregullt të këtyre aseteve, me çka dukshëm do të ndikojë edhe në qëndrueshmërinë e furnizimit cilësor me energji elektrike dhe do të evitoheshin humjet e mëdha sidomos të kompanive private me rastet kur ndodhin defekte në këto asete energjetike. Kjo është një kosto shtesë për KEC-in. Do të thotë mirëmbajtja aseteve është kosto shtesë. Mirë, po pse e bën KEC-i këtë? KEC-i e bën këtë për arsye se në rast të prishjeve që po ndodhin në këto asete, atëherë konsumatori po mbet pa energji elektrike kohë të gjatë sepse nuk kanë eksperta për mirëmbajtjen e aseteve, për riparimin e tyre dhe KEC-i nuk e ka të lejuar qasjen e pronë private. Apo në këto raste atëherë zgjidhja vetme është që të transformohen në asetet e KEC-it në mënyrë që KEC-i ta bëjë mirëmbajtjen e tyre dhe konsumatorit të mos rrezikojë të mbetet pa energji elektrike në kohë të gjatë. Sipas Buzharës, kjo ka nxitur edhe interesimin e parëve për bartjen e pronësisë së aseteve. Sipas tij, kjo arsyetohet me pamundësinë e pronarëve të këtyre aseteve që vetë mirëmbajnë të njëjtat në mungesë të kuadrit profesional dhe kostës së lartë të mirëmbajtjes.
Oda Ekonomike e Kosovës ditë më parë kishte reaguar postjerash edhe për shqetësimin e bizneseve se këto asete energjetike përkatësisht trafostacionet e tyre do të tjetërsohen nga KECI, duke vlerësuar këtë si një shkelje të dispozitave ligjore. Hapja e Universitetit Kadri Zeka në Gjilan ishte një arritje e madhe, por hapja e këtij universiteti shkaktoi telashe për shkollën e mesme të mjekësisë në këtë komunë. Kjo shkollë ka mbetur pa objekt të mësimit. Nxënësit e shkollës së mesme të mjekësisë në Gjilan vjojnë vetëm mësimin teorik, pasi që tani nuk kanë laborator. Asgjë heq as nuk kryem asnjë lloj praktika. Natyrisht është tepër vështirë nga se ajo që bëhet në praktik ne e thonë vetëm me anë të fjalëve, natyrisht është jetë më vështirë. Po kemi mungesë sepse nuk kemi laborator. Ky problemi i shkollës së mjekësisë është tash 2 vjet që nga themelimi i universitetit në Gjilan. Themelimi i këtij universiteti ka bërë që objekti i shkollës së mjekësisë të lëshohet për fakultete dhe që nxënësit e mjekësisë mësimet të vijojnë të ndarë, një pjesë e tyre në objektin e gjimnazit e pjesa tjetër në objektin e shkollës ekonomike. Drejtori i shkollës së mjekësisë Shaban Tërstena thotë se ora mësimore po zgjat vetëm nga 30 minuta. 920 nxënës parafërsisht. Normalisht që këta nxënës vijojnë mësimet në 30 paralele, 10 prej tyre janë në shkollën e gjimnazit shoqëror, ndërsa 20 prej tyre janë në shkollën ekonomike. Normalisht që nuk mund të presim diçka spektakolare me një orë 30 minutëshe, është e vështirë edhe mësimdhënësi gjendet. Drejtori i arsimit në Gjilan, Nazmi Musa, thotë të mos e ketë parë asnjëherë marrëveshjen që e ka bërë Ministria e Arsimit, por nëse nuk ndërmirret ndonjë hap nga ministria, atëherë do të shqyrtojnë mundësitë që komuna të bëjë një zgjidhje. Nuk e kam parë atë marrëveshje të cilat kanë qenë obligimet e ministrisë, përkatësisht të cilat kanë qenë pajtimi i dhënies së objektit kur ato kanë qenë të shkollës së mjekësisë. Edhe komuna tjera, me që nxënësit e tyre vinë këtu për ngritje dhe për arsimim në fushën e mjekësisë, ndoshta do të ishte një lehtësim edhe për komunën tonë që me mjete të përbashkëta të ndikojnë në ndërtimin e një objekti shkollor. Lidhur me problemin e shkollës së mjekësisë në Gjilan, Ministria e Arsimit gjatë ditës nuk u prononcua. Një temë e cila ka vite që diskutohet është projekt ligji i ri për kinematografi. Edhe pse në prag të finalizimit ky projekt ligj vazhdon të nxjisë debat. Ndjekim kronikën. Përfaqësues të komunitetit artistik së bashku me Komisionin për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport kanë shqyrtuar disa nga kapitujt dhe nenet e projekt ligjit për kinematografi. Të pranishmit në këtë mbledhje patën disa vrejtje, me theks të veçantë u ndalën tek kapitulli i 6 dhe neni i 28, ku u thanë se në rast se drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës dështon për 2 herë radhazi të zgjedhë anëtarët e jurisë vlerësuese për konkursin për projekte filmike, këtë detyrë duhet ta kryej organi tjetër i QKK-s, e që është Këshilli Drejtues, gjë që u vendos të jetë si amandament në këtë projekt ligj. Shpeshherë drejtori i QKK-s për shkak të interesave të ngushta, qoftë personale, qoftë planore, ka insistuar me një grup të juristë dhe është bllokuar procesi. Ne duhet me paraponi mundësisë të zhvillokimit të procesit dhe amandamenti ka insiston këtë. Nëse për 2 herë radhazi refuzohet lista e kandidatëve për jurim vlerësuese të cilën e propozon drejtori i QKK-s, herën e tretë jurim vlerësuese zgjedh Këshilli Drejtues nga lista jo më pak se 10 kandidatë. Në shqyrtim të projekt ligjit për kinematografi pat vretje edhe lidhur me kozgjatjen prej 60 ditësh të afatit për aplikim për projekte filmike. Fillim vitit është hap konkursi dhe ka shkuar deri në shtator. Për zgjedhje për shkak këtyre afatave të stërgjatura. Dhe tash bordi nuk ka nënshkruar dhe për shkak disa dyshimeve, kështu që humb viti dhe po humb buxheti komplet i vitit. Kështu nuk e kishte ngangur 60 ditë i marr parasysh që ky projekt ligj ka marrë miratimin e shumë personave të tjerë të ministrisë, ndoshta me bën këtë dallim shumë të madh tash nuk është arsyeshme me një pjesëmarrje kaq të vogël. Problemi është që me shpejtu procedurat. Se 30 ditë ecë më shpejt. Për ata që kanë punuar në praktik këto, nuk kanë pas probleme dhe kanë i mjaftueshëm ky afat. Ndryshe, ligji për kinematografi ka kohë që kërkohet me ngulm nga ana e komunitetit artistik, duke e vlerësuar si një ligj të domosdoshëm për jetën kulturore dhe artistike në vend.
Me të kthyer nga Rusia, krerët e Federatës së Handbollit të Kosovës, presidenti Eugen Seracini dhe sekretari Zet Gjinovci kanë mbajtur një konferencë për media në të cilën dhanë detaje për pranimin e Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit. Pranimi i Federatës së Handbollit të Kosovës edhe në mënyrë definitive në Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti dhe vlerësimet e krerëve të Federatës Ndërkombëtare të Handbollit për organizimin e botrorit për vendet në zhvillim që u mbajt në Kosovë gjatë muajit qershor kanë qenë temat kryesore për të cilat është folur në konferencën për media të krerëve të Federatës së Handbollit. Me shumicë ose unanimisht pothuajse me vetëm disa vota të abstenuara dhe një vot kundër, u mor vendimi që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë anëtare me gjitha drejtat. Gjatë ceremonialit është ngritur edhe flamurion në mënyrë simbolike. Aq më simbolike është që kjo ndodhi në Sochi, në Rusi, dhe nuk dëshiroj të hyj në detaje, po megjithatë është një çështje e cila pak na angazhe dhe na bën ndihemi mirë. Me këtë rast, presidenti i Federatës së Handbollit Saracini tha se federata jon me antarësimin e plot në Federatën Ndërkombëtare përveç përgjegjësive do të ketë edhe benefite që në mënyra të ndryshme do të ndihmojnë në zhvillimin e më të tjeshëm të handbollit në Kosovë. Gama e projekteve në cilat kemi konkuruar më herët ka qenë shumë më e vogël, po tash do të jetë shumë më e madhe. Dhe besojmë se në shumë kategori do të dërgojmë projekte të cilat do të realizohen. Duke filluar në garat për tri, për moshat të reja, në krijimin e akademive të handbollit, në beach handball, që një kategori shumë e rëndësishme e cila ka gjasa me u fut edhe në kuadër të Olimpiadës. Kosova të shtunën u antarësua me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit, që në këtë mënyrë e fuqizoi vendimin e Komitetit Ekzekutiv të kësaj federate, të marrë një vit më herët. Federata e Kosovës është anëtarja 200 e Federatës Ndërkombëtare të këtij sporti. Sot është zhvilluar edhe takimi i fundit i xhiros së 14 të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll dhe kampioni e lideri aktual Feronikeli arriti fitore të lehtë ndaj Lirisë, të cilën e mposhti me rezultat 3-0. Në këtë mënyrë Feronikeli mbeti lider i tabelës me 3 pikë më shumë se skuadra e dytë Llapi. Tashmë po afrohet dita e ndeshjes miqësore Kosovë-Shqipëri që do të zhvillohet të premtën, prandaj futbollistët e reprezentacionit të Kosovës do të nisin grumbullimin që nga nesër, kur edhe pritet që selektori Albert Bunjaku të publikojë listën e futbollistëve të grumbulluar për këtë takim. Ktu e përfundoi magazinën informative 21 Live News. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbëjtje.